Sektori i ndërtimit, një nga motorët kryesor të ekonomisë shqiptare, po përballet me kontrolle fiskale nga administrata tatimore, pasi të dhënat zyrtare tregojnë një hendek të madh mes pagave të deklaruara dhe atyre indikative që shteti ka vendosur në kuadër të planit sektorial anti-informalitet. Sipas statistikave zyrtare të tatimeve, nga 64.572 punonjës të deklaruar në ndërtim, më shumë se gjysma apo 55% rezultojnë me paga nën 50.000 lek, ndërkohë që paga minimale fiskale e referencës për këtë sektor është 60.000 lek edhe për pozicionet më të ulta si sanitar. Të dhënat tregojnë konkretisht se 12% e punonjësve marrin më pak se 40.000 lek, 18% deklarohen me 40.000 lek, 25% deklarohen në fashën 40 deri në 50.000 lek, 22% me 50 deri në 70.000 lek dhe vetëm 22% janë mbi 70.000 lek. Ndërkohë, sipas modelit të referencë të administratës, pagat duhet të variojnë nga 60.000 lek për pozicionet më të ulta deri në 140.000 lek për administrator, menaxher dhe drejtues. Por sa duhet të rriten pagat në ndërtim që të arrihet referenca e vendosur nga tatimet. Referuar analizës së bërë nga Scan TV, rezulton se paga mesatare e deklaruar në sektor është rreth 60.000 lek, ndërsa paga mesatare indikative bazuar në hierarkinë e profesioneve vlerësohet në 75 deri në 80.000 lek. Kjo do të thotë se pagat e deklaruara nga kompanitë e ndërtimit duhet të rriten mesatarisht 15 deri në 20.000 lek për punonjës, ose afro 25 deri në 30% që sektori të përputhet me standardin fiskal. Kush preket më shumë? Për kategoritë që aktualisht rezultojnë me paga nën 50.000 lek, duhet të reflektohet një rritje nga 25 deri në 60% vetëm për të arritur pragun minimal referencë, ndërsa për ata me paga nga 50 deri në 70.000 lek, rritja e deklarimit vlerësohet të jetë nga 10 deri në 20%. Përmes vendosjes së pagave referencë, administrata tatimore synon që asnjë punonjës në ndërtim të mos deklarohet nën 60.000 lek, profesionistët teknik të jenë mbi 80.000 lek dhe drejtuesit mbi 120 deri në 140.000 lek. Plani anti-informalitet në këtë sektor pritet të sjellë efekte pozitive në ekonomi. Zbatimi i skemës pritet të rrisë ndjeshëm të ardhurat nga tatimi mbi pagat dhe kontributet shoqërore, duke ulur informalitetin dhe duke vendosur konkurrencë të ndershme në një sektor që qarkullon qindra miliona euro çdo vit. Në sektor operojnë 8.784 tatim pagues, ku 51% prej tyre janë në formën e organizimit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.